Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Pik. Prej disa vitesh, opozita shqiptare duket se ndodhet në një cikël të përsëritur humbjesh. Ka humbur zgjedhje, ka humbur terren politik dhe pavarësisht denoncimeve të forta ndaj qeverisë, nuk ka arritur të bindë një shumicë të shqiptarëve se mund të jetë alternativë qeverisëse. Pas zgjedhjeve të fundit, brenda Partisë Demokratike është hapur edhe një debat për mënyrën se si duhet të ndryshojë partia, për përgjegjësitë e saj dhe për drejtimin që duhet të marrë. Ajo që nuk bin më është protesta në bulevard, që e nxori zbuluar si armike të popullit të saj dhe opozita ishte e lëkundur në qëndrimet që mbante përballë kësaj çështje. Këtu një fjalë lëshuar me pretekstin politikisht korrekt e ktheu në qendër të sulmeve të protestuesve që duan të shohin liderin e saj jashtë skenës politike, duke e cilësuar bashkëfajtor të asaj që ndodh me Shqipërinë. Akuza bëhet konkrete kur një zë, një figurë, një qëndrestar i fort i kësaj force që i dha zemër kauzës opozitare, tentoi të lëvizte nga brenda për të rigjeneruar atë dhe nuk ja doli. U akuzua për bashkëpunim me krimin dhe pasi u harrua investimi e kosto personale politike u la jashtë që të harrohet edhe ai. A do mundet? A do lodhet ai? Apo a do mund të bëj kompromis në të ardhmen? Na e thot vetë. Ervin Saliani që ndodhet me mua sonte, mirë se erdhët. Mirë se të gjej dhe suksese. Faleminderit. Kishe munguar me këto analizat. Edhe me pikë edhe me ante i ke pikanda. Edhe besoj që është pritur mirë nga publiku ky rikthim në këtë formë. Më pëlqejnë edhe ngacmimet që kishe ka disa, po themi, disa ribërje të termave do thosha, sepse në hapësirën publike po themi disa koncepte idhen sikur janë të vërteta, pra opozita nuk është Sali Berisha, është përfaqësues, uzurpator i një pjese të opozitës dhe për momentin e uzurpatori që dobson edhe ka, po themi, ka ulur fare nivelin e përfaqësimit të Partisë Demokratike si opozita zyrtare dhe kryesore. Më përpara quhej opozita e Vulës kur ishte, po themi, përzgjedhur i tij kryetar, tani është prap ky është opozita e Kolltukut në një sens, pra si opozitar i Kolltukut dhe për te shakas, po themi, është një fatkeqësi për demokratët dhe për Partinë Demokratike që për herë të parë mbas 36 vitesh, mbasi ka humbur zgjedhjet nga 2013 në mënyrë të përsëritur për shkak të Sali Berishës kryesisht, humbe edhe sheshat. Pra pasi ka humbur epërsinë morale, pasi ka humbur çdo palë zgjedhje, pasi ka humbur çdo betejë politike me regjimin apo me përfaqësuesin e Partisë Socialiste apo të Rilindjes në 2013, sot ka humbur edhe atë që duhet ishte në fakt përfaqësimi i mirëndësishëm për një parti politike në opozitë, që është përfaqësimi i pakënaqësisë qytetare dhe sheshi. Pra sheshin Partia Demokratike nuk e ka humbur asnjëherë tjetër në 36 vite, sot qytetarët të pakënaqur nga përfaqësimi në tërësi politik, po sidomos nga mungesa e epërsisë morale të opozitës dhe nga ajo që inteligjenca kolektive ka kapur dhe që kërkon, po themi, pastrimin e gjithë klasës politike, ka bërë që Sali Berisha sot të jetë i, po themi, njësuar me Edi Ramën. Për shkak të pushtetit nuk është se ka në një diferencë, pra Edi Rama është autokrat në qeveri, Sali Berisha është autokrat i opozitës dhe ka kthyer Edi Rama një lloj biznesi personal Shqipërinë, Sali Berisha ka kthyer Partinë Demokratike në një biznes personal, po pa diskutim që për të ardhur tek analiza jote e fillimit, tek editoriale që unë nuk dorëzohem, do të jam gjithkohë në takime me demokratët, ka rënë sistemi politik në thelb, pra nuk është se kam humbur në një gjë se nuk pati garë, pra ka humbur ai që nuk pranoi të bënte garë me mua, pra Sali Berisha. Nuk bën zgjedhje Edi Rama, një tjetër ngjashmëri në Shqipëri. Nuk bën zgjedhje Sali Berisha, Sali Berisha përjashton kundërshtarin fare. Pra jemi në një situatë ku besoj që jo vetëm pakënaqësia, por edhe ndërgjegjësimi i madh shoqëror dhe reagimi i qytetarëve ndaj gjithë këtyre padrejtësive ka bërë që sheshi të jetë plot, apo. Zoti Saliani, një veti kaq për të vlerësuar tek politikanët shumë të mirë është fakti që mund në krye të bisedës tentojnë të çojnë në rrjedhën aty ku atyre u intereson, që ju e bëni shumë mirë. E filluat me një lëvdat që unë ju a kthej mbrapsht, por zakonisht u a bëj të ftuarve në fund të intervistës,
Dhe pastaj përmendet disa cikle, ku prap brenda atyre fjalive mund të ndërtoja një sër pikpyetjesh, të sillja akuza që janë bërë në emrin tuaj, por në fund Silljen e nuk e trembe. Jo, patjetër. Patjetër, unë e di këtë gjë. Unë e di këtë gjë në rastin tuaj. Mirë po, do ndalem te Berisha. Nuk dua të theksoj se përmendet 13 vite humbje. Nuk ishte vetëm Berisha, ishte Basha. Ju akuzuat edhe Bashën në një farë kohe që ishte shkaktari i humbjeve, ndonse ishi deputet, edhe me atë u promovuat në momentin që ai ishte kryetar, u diskutuat, u shantazhuat, u shat, u burgosët më vonë teksa mbronit Berishën, por ju Berishën sot e keni ekspozuar, dje ndërkohë keni qenë bashkëudhëtar me të. Dhe natyrshëm pyes në emër të gjithë atyre që sot me të drejtë, sepse të njohësh politikën do thotë i dish të gjitha, por në politikë edhe ata që janë brenda thellë, ndoshta nuk i din të gjitha. Ju keni pasur fatin që i keni prekur me dorë shumë sektore të saj dhe edhe skutat e errta, edhe shumë çka tjetër që dua ta diskutoj më vonë. Kur përmendim Ervin Salianin, shumë kush e lidh me akuzat, e lidh me ato që turfullojnë në për studio televizive sa herë që duan të sulmojnë një element që duket si kërcënues për një logo të madhe. Berisha duhet të largohet, se krejt papritur ndryshoi Berisha, apo krejt habitshëm ndryshuat ju? Shiko, s'pari njerë thatë në nisje që e nisët me lëvdata. Unë i kam konstatime ato, në fakt. Pra, ju merrini si doni, pra unë kur konstatoj një gjë them, së dyti janë prap në konstatime dhe tek situata e politikës dhe situata e asaj që ka prodhuar, po themi, klasa politike, po klasa politike në këto 30 vitet e fundit është Sali Berisha dhe Edi Rama, apo. Tani me të drejtë ju mund të bëni këto pyetje për një publik i cili është i pavëmendshëm, po unë po e rikthej pak historikun. Unë jam kam hyrë në politikë duke fituar. Pra nga 2013 edhe sot, unë jam nga të paktët deputet, që mos them pak fare, se që kam fituar në zonat elektorale ku kam qenë. Unë kam pas të njëjtën përplasje publike, madje, me ish kryetarin e partisë, i vetmi, që kam qenë kundër djegjes mandateve dhe bojkotit të zgjedhjeve bashkiake. Jam përjashtuar me vendim të një komisioni në vitin 2021 dhe jam rikthyer dhe kam hyrë deputet duke u imponuar nga sallat e qytetarëve demokratëve në Korçë dhe pastaj kam marrë thuajse 10.000 vota në një zonë ku aq votues ka. Dhe kam fituar në zonën elektorale përballë Partisë Socialiste, në një zonë që është e vështirë, siç është Korça. Pra unë kam lënë barazim me 100 vota diferencë për shembull 2021-shin, vetëm 2 vite më pas shkoi 16.000 vota diferenca. Në 2023 kur unë isha nga Vaji dhe si drejtues politik aty fitova. Tani vim tek një element që është shumë i rëndësishëm. Unë nuk kam pas një marrëdhënie as promovimi, as largimi dhe as nuk kam qenë një deputet i Sali Berishës. Pra siç e thash, unë kam qenë deputet i zgjedhur nga qytetarët, nga demokratët. E keni mbajtur Kam mbajtur një qëndrim, kam kërkuar ish kryetarit të partisë në 2021-shin, sepse politika nuk është mbaj një pozicion kapu mbas karrigës edhe rri gjithë kohën aty. I kam kërkuar përgjegjësi dhe largim, por vendimarrja e tij për të mbajtur një qëndrim, po themi, në mbështetje të një vendimarrje të Shteteve të Bashkuara, ka qenë një vendimarrje për mua e drejtë. Dhe unë jam bashkuar me Sali Berishën mbas zgjedhjeve të 6 marsit, në zgjedhje të pjesshme, dhe kam thënë këtë gjë, që po e kërkoj edhe sot. Sot e 8 muaj tani. Kam thënë që me qenë se demokratët në shumicë mendojnë që Sali Berisha i bën fitues dhe nuk është problem që ai është non grata, që ka konsum, që ka humbur zgjedhjet kur ka qenë pushtet, që ka 36 vite që e mban Partinë Demokratike, që e ka trajtuar ish kryetarin e partisë si administrator dhe ky si pronar etj etj. Unë po bashkohem vullnetit shumicës demokratëve, apo jo. Ka ndodhur një ngjarje, pra deri në 11 maj të vitit kaluar, të 2025-s kanë qenë zgjedhjet, unë kam qenë në mbështetje të Partisë Demokratike, sepse demokratët kanë vendosur me vot që Sali Berisha kishte shumicën, apo jo. Dhe në politik, pavarësisht qëndrimeve që keni në moment caktuar, ti nënshtrohesh votimeve dhe prandaj është koncepti i mandatit që bën premtime ai që drejton dhe mbahet përgjegjës për premtimet
që ka thënë, Sali Berisha premtoi që do ishte non gratën, që do fitonte me Edi Ramën, do ta mundte për 3 muaj, do ta triqte zvarr javën e parë, do sillte demokratët pushtet, që deputetët do zgjidheshin nga ndarësia dhe jo nga kulisat dhe kështu me radhë. Nuk mbajti asnjë prej premtimeve. Dhe unë ju drejtova demokratëve dhe ti dhe ati për të bërë gajër. Por premtoi edhe një element tjetër që sot është në uzurpim, që nëse do t'i humbte zgjedhjet, pra jo edhe nëse ja vithnin, pra neni i statutit në Partinë Demokratike thot, nëse Partia Demokratike nuk është forcë qeverisë pas zgjedhjeve të përgjithshme, kryetari i partisë e humbet mandatin në mënyrë të menjëhershme dhe nuk ka drejtë të rikandidojë. Por këtë e justifikoj gjithçka me një proces zgjedhor jo të drejtë. Ka diçka. Po ku thot këtu procesi zgjedhor? Pse në rastin kur ishte Lulzim Basha kryetar partie, nuk vidheshin zgjedhjet? Ka dalë Sali Berisha statusin e parë për masakrën që quhej 2021 që qenë ai. Pa cilë është diferenca mes atij dhe këtij? Pra politika nuk ka ndryshuar as unë as Sali Berisha, njësoj ka qenë ai. Edhe unë njësoj kam qenë parimet e mia. Kur kam bërë politik 2013 që them që duhet rinovohet Partia Demokratike, duhet hapet drejt njerëzve të rinj, duhet kthehet Merita në parti etj etj. E vetëm gjë që ka ndryshuar rrethanat apo ja. Pra unë nuk mund të rri dhe të mbyll syt ndërkohë që Partia Demokratike tretet. Unë do them që po rri tani këtu unë për një karrike, po çam duhet, unë kam vokacion, kam pasion këtë punë. Në vërtet. Këtë politikën. E qartë. Tani si të them unë, të them të zezës të bardh, nuk ja them dot. A ka tjerë që e bëjnë, po patjetër, po në politik nëse nuk ka njerëz që kanë guxim, që i qëndrojnë disa parimeve, nuk përmirësohet dot dhe Shqipëria nuk është më një vend i botës tretë. Shikojeni reagimin. Shikoni reagimin e qytetarëve se si sot Sali Berisha me qenë fjala nuk bën dot takime. Dini ju që pavarësisht se kandidoi e bëri këtë betejën publike me mua, Sali Berisha nuk bëri dot takim Fier. Nuk bëri dot takim Berat. Nuk e bërë takim Gjirokastër, nuk e bërë takim Kukës, nuk e bërë takim Shkodër. Dhe për këtë fajin ju avon juve. Dhe si që nuk i shkojnë Berishës, unë i kam pas hallat plot, po dai pse nuk shkojnë. Sepse ju akuzojnë që ju me ndërhyrjen e krimit i keni kthyer demokratët kundër Berishës. Për shiko, tani nëse do të isha cinik, siç është politika, do të ndiqej logjikën e tij, po ka 13 vite që thotë që Edi Rama na mund sepse fuqinë më të madhe elektorale ka dhe ka të krimit. Tani thotë që këta janë me mua, po ik për të vi po do janë pushtet se i pastrojmë. E silli do ju po do në pushtet me këtë kohë zgjedhor. Se bëhet është batut. Pra kjo është një idiotësi e parë, e dyta. Po edhe unë mund të them ku diun jesh i lidhur me Al Caponën, me El Chapon, me këta. Po çfarë lidhje janë këto janë budalliqe. Nëse ka një njeri, një politikan që ka denoncuar nga Saranda në Shkodër çdo band me emër me mbiemër, kur kanë pas frikë kolegë që nuk janë më deputet, po që kanë qenë Partinë Demokratike, ti përmendin dhe linin konferencat për gjysmë, kam qenë unë. Po kam bërë burg për atë punë, sepse kam denoncuar një trafikant ndërkombëtar droge, i cili jetonte i lirë në Shqipëri. Po si mund të bësh mua akuzë që ky është, pra cila ishte akuza për ta kthyer kështu? Se akuza që bëri ky zotria ishte që akuza që bëri Berisha ishte se ishte qesharake. Tha që ka qëndruar në burg, tha me të burgosur. Po me qef. Unë do rria me kolosët e mendimit, ku diun po të ishte gjallë, po ndoshta kanë Ismail Kadareja, drejtori Agolli, po në burg të burgosurit Akademia e shkencave të bëj orë leksioni atje. Nuk kam shkuar, shikoj, nuk kam shkuar në burg me qef. Se është për qesh, po në fakt është për të venduar të kokës. Zoti Salani, ta mendosh në momentin që u liruat në qershor, pati një eufori të madhe ndër demokratët, edhe Berisha vet. Ju mikpriti dhe ju mirëpriti. Në cilën pikë e pa që ju fillua të kërcënoni? Kam përshtypjen që frika e tij ka qenë gjithkohshme gjatë kësaj periudhe, se demokratët nuk kanë mirëpritur edhe tani. Si do dilni ju prej burgut? Po patjetër, shiko, un kam një bilanc në politikë. Pra kanë fituar përballë Edi Ramës, Edi Rama ka qenë në ato zona, ky zotëria ka humbur. Pra ka humbur kur ka qenë qeveri. Po kur ishte në qeveri, kush ja vodhi votat në 2013? Tani të pretendosh që me të njëjtin ekip të vitit 2013 të fitosh në vitin 2025 apo 2026, në fund të ditës është treg edhe politika, ka treg politik. Po cila është oferta që jep Sali Berisha? Është i njëjti ekip, është i njëjta mendësi, janë të njëjtët njerëz. Kur populli vendos që të zgjedh dikë tjetër apo të refuzojë dikë, ndryshon politika, nuk ndryshon populli. Këta thonë ka fajin populli. Po mirë pra rri aty. Ai në rregull është, mos e ka kthy në punë personale atë, e ka kthy në biznes. Problemi është te demokratët dhe tek interesi publik. A ka një interes publik këtu? A duhet që opozita dhe Partia Demokratike të mbrojë interesin publik? Apo duhet mbrojë vetëm interesat
tarafit personal ti. E qartë, Ky është themeli. Sot po bëni mjaftueshëm kohë në një përballje që nuk është e drejtë, sepse përballja e drejtë do ishte kur dy emrat si juaj dhe i zotit Berishës të ishin në një flet votimi dhe le të votonin demokratët. Le të bënte ç'të donte për të fituar vetë, por në fund të fundit ata të mbanin përgjegjësi për votën që kishin hedhur në ato kuti. Edhe të bënte ç'të donte, as ja ka lënë plaku, se është pronë është aset publik ajo, po. Në kuptimin që brenda konkurrencës të bënte ç'të donte. Brenda konkurrencës ka orë dhe këto akuzat, po jo lidhja me krimin, jo këto. Këto janë gjithë akuzat të cilat mund të ishin pjesë e fushatës elektorale. Thuaj ç'të dush edhe lere të vendosin demokratët. Po nëse ke akuza, shoqëroj edhe me ndonjë provë. Se po të jemi tek lidhja me krimin, për shembull, Sali Berisha ka një vendim sot e kësaj dite të gjykatës britanike, që thot Sali Berisha është sankcionuar nga Home Office për shkak të lidhjeve me krimin dhe të përdorimit të krimit të organizuar për të influencuar për interes politik të tij. Tani si t'ja bëjmë kësaj? Se unë s'kam ndonjë gjë, se unë edhe akuzën edhe dënimin e kam për konferencë publike. Tani ky është qëndrimi dhe nga ana tjetër politika duhet të ketë disa parime morale po nga ana tjetër ka dhe ligj që i sankcionon, se nuk është pronë private kjo. Bëj unë çfarë du, po rri aty. Po tani rri, po është kthyer kështu se e kam thënë, si azil luksi. Shkon, del aty vet, vjen vërdall, ka se e mban sakrificën e demokratëve në fakt, po e mbajnë me taksa publike. Po ka aty njerëz që rinë në rrotull, njerëz që punon, se ka edhe buxhet. Por janë ata njerëz që nuk guxojnë të sfidojnë. Kthehet prapë shtëpi. Po dhe ai nuk do më shko të Jo, patjetër që ai edhe mund të mos dojë, se nuk e kam kur drejtojmë kështu e kam me publikun zotëri. Keni parë ju që kur është rizjet, që kur është e ka uzurpuar, po marr termin e tij. Që kur e ka uzurpuar që pas zgjedhjeve faktikisht e ka marr privatësim. Po rri vetëm aty. Po. Pra as nuk bën një përpjekje për dal. Se as nuk e presin, se ku do shkoj. Kur e uzurpon, rri aty, e ka kthyer në një kafaz aty, rri rat në azil luksi. E mban edhe Rama mirë, pra po kalon në një azil luksi për çef vet. Po ka shkatruar interesin publik, i ka dhënë avantazh të konsiderueshëm Ramës. Dhe edhe sot e kësaj dite që ka një presion të madh nga protesta, nëse Sali Berisha do të doriqej, do shpëtonte Partinë Demokratike dhe do i jepte një karburant dhe energji të jashtëzakonshme protestës për të rrëzuar Edi Ramën, nuk zgjasë dot me javë. Pra, ai është sot garancia, Sali Berisha është garancia që Edi Rama të vazhdojë të rrijë në pushtet si autokrati krau tjetër. Dua të ndalemi pak më vonë te kjo pjesë, por le të mbetemi fillimisht te demokratët, meqense përmendët edhe Ramën, natyrshëm ju bëj pyetjen. Sot mëria juaj më e madhe është se Rama është ka gjatë në pushtet dhe jeni lodhur duke qenë opozite, duke marrë në konsiderat sa ju desh juve të sakrifikonit nga vetja në radhë të parë për ta kthyer këtë forcë opozitare në pushtet, doni t'ja jepni Partinë Demokratike demokratëve apo thjesht të largoni Berishën nga kreri? Shka, në politikë që në ditën e parë që kam hyrë, unë kam dashur që të vendosen disa varime. Unë kam qenë në Bashkinë e Tiranës në vitin 2014 dhe kam dhënë dorëheqje nga avokati i qytetit sapo kam hyrë në Partinë Demokratike për të mos, po themi, shfrytzuar asnjë formë të asaj që është aseti qytetarëve dhe që paguhesha nga taksat e qytetarëve dhe janë fokusuar 100% tek politika në atë moment dhe tek Partia Demokratike. Pra gjatë gjithë kohës unë kam bërë një përpjekje që politika të jetë ndryshe. Edhe kështu duhet të jetë, edhe për shkak të mendësisë, edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të brezit. Pra nuk mund të jetë politika si në kohën e Kurani Sajit. Dhe unë nuk kam asnjë mëri dhe asnjë problem, se nuk është çështje personale. Këtu ka një, nëse mund të quaj mëri, është që këtu është bllokuar sistemi politik nga dy persona dhe po e mbajnë peng Shqipërinë, duke shpopulluar Shqipërinë, duke abuzuar, duke privatizuar e duke kaluar në pak duar të gjithë pronat, pasuritë publike, asetet e Shqipërisë. Por çfarë? Për interes personal. Dhe duhet vendosur një standard ku vota të përcaktoj sepse është vota. Se vota detyron që nëpërmjet konkurrencës që ka politika, nëpërmjet politikanëve të caktuar, qytetarit zgjedh atë që është më i mirë. Nëse ti heq votën, si, prandaj janë të papërgjegjshëm këta. I papërgjegjshëm ky në qeveri se nuk le zgjedhje, i papërgjegjshëm ky tjetri në opozitë se nuk le zgjedhje. Shikoj qëndrimet tek protesta, doli ditën e parë, edhe javën e parë ishte kundër, duke bërë protestën cope, organizon Soros, organizon
Dreqi me të birin, del tani thotë që ta mbështesin protestën, po ndërkohë kërkesat themelore protestës është ikë Edi Rama të Sali Berisha, se s'du të them atë kërkojnë pak më shumë, fakt, po them pastrimin politik ju e keni provuar atë të tyre. Edhe nuk du të ju asaj se është domeni i drejtësisë në fund ditës, por kërkojnë që këta të dy, pra e kanë kapur me intuit thelbin. Ju në fakt jeni për Rama në burg, Berisha në burg. Do të thënë në politik, a duhet të ekzistojë burgosja apo duhet të ekzistojë përgjegjësia më tepër? Spari e thash jo vetëm për shkak të eksperiencës, por edhe për shkak të përgjegjshmërisë që kam pasur edhe kam në, po themi, diskurin publik që unë nuk them ky në burg ai të vritet ky të therrat. Ora të vendosim rregullat që në konkurrencë të ndershme të vendosin qytetarët kush është. Pastaj presioni që i bën opinioni publik drejtësisë në këtë rast, ai nuk është punë as e politikanëve as e ekzekutivit kush hyn në burg, se të gjithë mund duan kë kanë kundërshtar ta fusin në burg. Prandaj është një pushtet tjetër që është plotësisht i pavarur, të paktën në letër, i cili vendos se kush ka abuzuar dhe kush nuk ka abuzuar, por që duhet që Edi Rama dhe Sali Berisha të largohet sepse janë bashkë, unë ka 9 muaj që e them këtë, pra e kam nisur shumë përpara se sa të ishte kjo. Ai pushteti tjetër që i referoheni është drejtësia. Po. Drejtësia ju ka burgosur për kallëzim të rrem. A mendoni që keni bërë diçka gabim në atë kaos? Kam bërë aq mirë sa pak njerëz kanë guxim ta bëjnë. Pra, nëse ktheheni sërish në 2018 do e bëni të po njësoj. 1 herë, 1 milion herë, 3 milionë herë. Pra, nëse shiko, gjithçka që erdhi nga i denoncim ishte një mirë publike. Pra, një personazh i dënuar me 7 vite 4 muaj burg për trafik ndërkombëtar droge, për shkak të fuqisë së vllajit vet ministër dhe kryetarit të reformës në drejtësi, jetonte i lirë në Shqipëri. Pra, këtu kemi dy standarde apo. Mira shqiptarë tjerë burgosen, shkojnë në përburgje, kanë këtë pjesën që gjobiten, mira tjerë kanë hyrë se nuk paguajnë dot energjinë, ujin, apo kanë ndërtuar në një stall apo në një obor. Ky zotëri jetonte i lirë. Dhe ndërkohë vazhdonte aktivitetin e vet të trafikut. Unë kam bërë denoncim publik për të se kallëzimi i rrem është akuza, por unë s'kam depozituar kallëzim. Po dhe kallëzim po të duhet do ta kisha depozituar. Kështu që në këtë kuptim denoncimi solli në mirë publike. Ditën që unë bëra denoncimin, brenda ditës ky zotëria u dorëzua. Pra, cila është këtu dëmi që ka pas shoqëria, që unë duhet ta mendoja. Nga ana tjetër ka shumë në politikë të cilët nuk kanë guxim që të denoncojnë o për shkak se konformohen, ose për shkak se kanë frikë nga ligji, ose se blien, ose se shantazhohen. Unë nuk e kam atë problem. Dhe për shkak se mua nuk as më shantazhonin dot, as më kapin, as bënin dot asnjë lloj forme, as më impresionojnë dot me ndonjë lloj gjë, gjetën një formë që të miqnin mandatin dhe të ndalonin kandidimin. Sepse unë do kisha pasur prapë rezultat shumë mirë në zgjedhjet e vitit 2025. Ju e dini që unë jam i vetmi deputet i Partisë Demokratike i dënuar me burg për kallëzim. Ka pas aty ish ministra, drejtor përgjithshëm. Ka akuza pafund për ata, se nuk jam unë që merrem me koleg, po keni parë të ketë në një lloj deri më sot jo. Madje edhe Agron Sheja ishte i fundit që e fitoi atë kaos, kur vjen puna tek akuza. E kupton, kështu që kjo është një gjë që duket qartësisht se cili ka qenë qëllimi, pastaj trupa gjyqësore që përbëhej nga një ish përfaqësuesi i Partisë Socialiste në KQZ, i cili u promovua siç e thashun gjatë dënimit, shkoi në gjykatë lart, nga Kunata e zëvendës kryeministres që u promovua bë kryetare e gjykatës së apelit, dhe një gjyqtare tjetër e cila ka aplikuar bashkëshortë vet për gjykatë kushtetuese. Pra, është kaq si gjë sa ç'a them. Në fakt, zoti Saliani, akuzat tuaja nuk e lan pa dhimbje koke qeverinë asë kohe, dhe mbi të gjitha zotin Fatmir Xhafaj, i cili pati edhe kosto politike, pozicionet që mbante, i vëllai, u përball me drejtësinë edhe shumë çka. Mendoni që kryesisht ishte një inat personal i zotit Xhafajt, apo u bë si kauzë mazhorancës që të mbyllnin gojën? Kam përshtypjen që ka qenë një gjë përfshirë pa diskutime e Edi Ramas, pra. Ky e ka kthy personale patjetër, pra influenca i personi që ka qenë kryetari i reformës drejtësi dhe ministri i brendshëm që dha dorëheqjen mbas këtij
skandali, pa diskutim që ka pasur tentakulat edhe lidhjet e veta, por pa mbështetjen e kryeministrit nuk ka asnjë shans që të ndodhte. Kështu që ka qenë një, po themi, një inat primitiv i kthyer me mjete jo politike, se përdorësh gjyqësorin për të eliminuar përkohësisht kundërshtaren. Kjo është, ku diun, të dalësh. Po pse duhet ta bënte për Xhafajn këtë? Të dalësh me thika. Rama ka pasur edhe ministra të tjerë të brendshëm, sikurse ishte Tahiri që u përfshi me çështjen e kushërinjve të tij. Kam qenë shiko, ka një gjë. Edhe në rastin e ish ministrit tjetër, pra Tahirit, unë kam hyrë në parcela me kanabis për të denoncuar kanabizimin. Kam denoncuar fushat në lumin e Vlorës duke nxjerr video në atë kohë nga sipër të bëra nga Guardia di Finanza. Pra, nuk është se ka qenë i pari, nga bërë denoncime në çdo rast. Pra keni bërë shumë armiq në politikë, zotë. Këtu ka qenë, kam bërë detyrën. Pra unë nuk kam shpifur për njeri, apo nuk kam bërë, po themi, diçka për inat personal. Nëse unë kam vendosur kufi ligjin, moralin publik dhe interesin publik. Që ky ka qenë parimi që më ka udhëhequr dhe më udhëheq në fakt në politikë, pa pyetur për kostot. Kosto e madhe, e them unë këtë gjë parë nga jashtë. Por kjo kosto nuk u faktorizua, dhe kur them faktorizua jo vetëm për emrin tuaj, por edhe për Partinë Demokratike, për të cilën keni dhënë aq shumë. Ju keni pasur kontakte të afërta, takime, keni pohuar vetë edhe në intervista të tjera me zotin Berisha në zyrën e tij, edhe bisedat e vazhdueshme. Sot kur ka ndodhur shumë çka, personalisht uroj që të mbetet këtu dhe lufta politike të bëhet në skenën politike. Ju ndjeni tradhtuar nga Berisha? Po jo, nuk kam qenë martesë me të, unë jam politik. Se prisnit në politikë diçka të tillë? Nuk kam prit, shikot, ky koncepti tradhtis ka të bëjë me ku diun me njerëz që kanë përfshirje emocionale, ku diun miqësi, dashuri etj. Unë kam qenë politik, kam qenë bashkëpunim. Pra unë kam aksionet e mia, kam kontributin tim politik, kam mbështetësit e mi, kam idetë e mia. Nuk kam prit asnjë gjë, unë nuk pres që në politik të vi dikush edhe të pres me petale apo thotë që shqyr se ti jemi mirë. Unë pres që të respektohet ligji dhe të respektohen disa norma që janë vendosur, që janë të gjithë pranuara në demokraci, nëse do të ishim. Pra nuk kam asnjë ndjeshmëri, asnjë sentiment. As pak nuk më bën përshtypje fare. Nëse është kështu, nëse duhet të funksionojë drejta që kërkoni ju, të respektohet statuti e shumë çka. Unë ju pyes, nëse Berisha ju merr në telefon dhe ju thot Ervin, ejani, të ulemi, të flasim për partinë. Ju e pranoni të shkoni të uleni me të sërish? Shko, nuk kam problem të flas me askënd, përveç Edi Ramës. Pavarësisht gjithçkaje. Po patjetër, dhe do t'i thosha të njëjtën gjë që kam thënë publik. Që do t'i thosha Sali Berishës në takim, të njëjtën gjë që kam thënë edhe në publik, ja kam thënë edhe në personale, se unë nuk them një gjë në po themi takim privat edhe një gjë tjetër në publik. Që të shpëtojë Partia Demokratike, duhet që Sali Berisha të dorëhiqet dhe të japi mundësinë që të ketë garë të lirë, të ndershme dhe të barabartë, dhe pa diskutim të vlerësohet kontributi i tij në të kaluarën. Unë nuk po them që nuk ka pas kontribut Sali Berisha në 36 vite. Por në vitet e fundit është kthyer në një barë të papërballueshme që po e çon Partinë Demokratike në faliment, se po e them në term, pra po e çon Partinë Demokratike në pikën më të ulët të saj. S'kam asnjë problem unë në politikë nuk është se ka smundje po ule me njerëzit, madje e kundërta. Nëse nuk diskuton ka probleme, po nuk është se kam ndonjë ndryshim në qëndrimin tim. Pra, thënë këtë, ju nuk do donit të ktheheshit në Partinë Demokratike përsa kohë që Berisha do jetë në krye të saj. Po nuk ka lidhje, unë jap kontributin me demokratët jam. Jo, dakor, por nëse Berisha në këto kushte sot, ai do ju marrë si kreu i Partisë Demokratike. Ju nuk e pranoni, vetëm se ai është në krye. Po nuk është punë e pranoj se pranoj, nuk ka pas garë. Ai për shkak të ligjit është. Për shkak të parimeve nuk është, po e tregon se nuk është biznes edhe, more regjistrove në emrin tënd e ke aty. Puna është të ndjekin njerëzit, nuk e ndjekin me njerëzit. Pra çfarë të bëjon, të mbyll syt? Jo, nuk po them përkundrazi. Përkundrazi. Unë dua t'ju pyes. Që të përgjigjem drejt për drejt. Unë nuk bëj asnjë kompromis për interes personal, zero. Kam bajtë edhe kosto për këtë punë. Nuk e bëj këtë për interes personal, nëse nuk shikoj që ka interes publik. Interesi publik sot është që të largohet Edi Rama.
interesi publik sot imediat është që Sali Berisha të hapi krahun që të largohet Edi Rama, se është garancia kryesore që mban Edi Rama në pushtet. Tani unë kur them këtë, si të them të vetë edhe unë për një vend pune. Por bashkë ne bëjmë një gjë dy po me por në fillim më thatë që unë mbështeta Berishën se e pash që pavarësisht se ishte non grata, demokratët e shihnin atë si mundësinë vetme për të mposhtur Ramën. Sepse ka pas një gjë që ka qenë parimore. Ka pas vot. Nëse Sali Berisha do fitonte me zgjedhje dhe demokratët do mendonin prapë që Sali Berisha i çonte në fitore, unë do të rriqesha në pozicionin tim dhe do mbaja qëndrimet e mia. A dini çfarë më tha Luciano Boçi këtë të hënë në këtë studio? Jo, nuk e di se ai ndryshon qëndrimet. Gara se ka mik. Me një kandidat, domethënë gara me veten është shumë herë më e vështirë se sa gara përballë një konkurrenti. Çfarë të them tani? Pra cilësh pyetësh. Kjo se e kam mik pavarësisht disa qëndrimeve që unë nuk kam prit që t'i ketë një njerëz që vjen nga boda akademike. S'pari një herë mua më vjen shumë kusht tjetër, mua më vjen shumë, nuk e kam zhgënjim, nuk po mbaj qëndrimet e mi. Keni parë që kanë shkelur parimet e veta. A do them një gjë qartë, domethënë për te miqësisë që kam unë me të. U bë një garë në Partinë Demokratike. Po. Dhe u largua i vetmi njeri që ka një profil publik. U larguan dy në fakt. Po besoj ju më mirë se sa unë e dini pse u largua. Jo, unë po them të gjë, unë nuk di, unë di këtë gjë. Di që u largua Luciano Boçi, që ka dalë fitues në Shkodër dhe vjen nga boda akademike dhe ka vota personale. Në 2021 ka marrë thuajse 11.000 vota. Dhe u largua një personalitet tjetër që të paktën nuk ka ndonjë akuzë, që është Oerti Durrësi. Oerti u tërhoq. Dhe tani shkon Luciano i shkoi garës deri në fund. Po them çfarë prodhoi pra. Oçi dy personalitete, sa janë personalitete të zgjathës. Nuk ka rëndësi çfarë qëndrime kanë tjerët. Dhe ndërkohë solli disa njerëz që janë provuar në votime edhe në lista të hapura, disa nuk kanë kaluar dot primare, disa tjerë nuk kanë kaluar dot as numrin e safton dikush për listën e dasmës. A duhet të presim që nesër dhe Luciano të jetë bashkëpunëtor me këtë? Në këtë kuptim unë në them këtë gjë që më vjen mirë që Luciano e thotë këtë, që gara me veten është e vështirë, shumë e vështirë është për tu vetë përmirësuar edhe për të qenë dinjitoz, se ta kalon vetja. Pra vjen vetja që këtej edhe ta kalon. Ti je këtu, vetja delte nga krau tjetër edhe ta kalon ose mbetet mbrapa dhe duhet të jetë pak kështu. Te procesi i votimit ka të drejtë, në këtë rast ka të drejtë. Por në rastin e tij është bërë një padrejtësi në atë që në politikë janë parime që nuk shkelen, pra i ka dalë më mirë se sa të tjerët në qarkun që ka drejtuar, ka mbështetje lokale të konsiderueshme dhe ka thyer herse në vitin 2021. Dhe po ashtu është një personalitet që vjen nga boda akademike që Partinë Demokratike e ndëron. Në këtë rast qëndrimi i tij vlen po ashtu. Kur e nisët lëvizjen për rigjenerimin e Partisë Demokratike, Asokoj në intervistë më thatë që kjo nuk bëhet se unë dua të jem kryetari i Partisë Demokratike, por dua një Parti Demokratike më të fortë. Por në zgjedhjet e Partisë Demokratike ju dorëzuat aplikimin për të qenë në garë për krejun e Partisë Demokratike. Ndryshuat mendje? Shko, siç ta kam thënë atëherë dhe siç e kam thënë publik në nisje, unë nisa një lëvizje për të forcuar, për ta përmirësuar dhe për të vendosur ato parimet që unë i kam thënë të meritës. Dhe gjitha qarqet morët mbështetje po masive. Pash këtë rezistencën edhe turrjen edhe përpjekjen për të më tërheq, për të më intimiduar, për të bërë këto akuzat, për të hedhur balë të tjerë. Dhe duke qenë se nuk pati njerëz tjerë të cilët të kishin guximin për tu përballë, pa diskutim që duke parë mbështetjen, duke parë po themi rrethanat, punyra ngarë dhe nuk pati garë. Por po të kishte garë, unë jam i bindur që do të isha fitues në zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike. Pra ju doni të jeni kryetari i Partisë Demokratike? Pa diskutim, unë e shpalla publikisht dhe në takimet, në gjithë takimet e tjera, në 6 fundet e kam thënë në çdo cep. Pra, si kryetari i Partisë Demokratike, unë do të bëja komplet kundërtën e këtyre që ka bërë dhe që po bën Sali Berisha. Dhe Partia Demokratike do të ishte shumë shpejt pushtet. Atëherë, meqense dhe do të kishte një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si konceptohet politika. Sepse Partia Demokratike është si ajo puna që shi rushin edhe
bëhet verb pastaj. Në rregull. Pra, Ose mush. Këta janë njësoj. Njëri bën të njëjtën gjë, tjetri bën njëjtën gjë. Nëse nuk ka epërsi morale, e kam përsërit një mirë, opozita të vetme forcë që ka në krahasim me qeverinë është epërsia morale. Nëse ti e po njësoj si qeveria, sillesh njësoj, nuk vën zgjedhje njësoj, vjet zgjedhjet e brendshme njësoj, zgjedh deputetët në të njëjtën mënyrë, mbajnë të njëjtën gjuhë politike, nuk e guxim ti përmendësh ata që quhen oligark apo të korruptuar njësoj, rri vetëm zyrë pa dalë në terren, atëherë njësoj, diskutim. E qartë. Sot zoti Saliani, a jeni gati që për hir të Partisë Demokratike ti shkoni deri në fund të luftës me Berishën për krehun e saj, edhe pse ndoshta kjo do të thotë që nesër të dilni nga Partia Demokratike? Po nuk ka diskutim që nuk triqe më shikoj. Kjo puna del edhe hyn. Ku të dalësh e tysh se kjo politika bëhet në publik. Po, por nëse kemi parë kaq sulm deri tani, do të kesh më shumë nesër. Edhe jam impresionuar apo? Jo, këtë dua të di nëse impresionon. Po unë marr, po të jam për qeshur, po çfarë të them? Ka qëndruar në burg me të burgosur. Çfarë të them këtu tani? Tani kjo është, jo, kam qëndruar me akademik, po ka qefi jam unë dy. Pra janë ca akuza e kam mbështet në Shkodër kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë ndërkohë Shkodrës, ky Beci, pavarësisht se është me akuza për korrupsion, Sali Berisha nuk e përmend asnjëherë. Se dini që ka pas drejtor të fondit zhvillimit. Patjetër. Pra ka drejtori Sali Berishës, si e promovoi, ka qenë administrator i fondeve më të mëdha në kohën e Partisë Demokratike, ka dalë aty në për konventa për njëri i afërt i tij. Tani si mund, unë kam denoncuar atë, po denoncoj prap. Po dali ky pse nuk e përmend. Kishte fushate elektorale përballë kandidatit ton, Bardh Spais, nuk e përmendën njëra ata, duke sigurisht më shumë me këtë se sa me Bardhen. Tani si mund të thësh, shkoja unë në Korçë e ka organizuar krim organizuar. Po më gjetën kush janë krim të organizuar në Korçë. Po ta gjejnë një morë sepse edhe të themi që ore ky krimi e gjetën pakta, aty s'ka krim të organizuar. Imagjino që më organizojnë takimet mua këta. Se krimi organizuar. Pra këto janë pastaj shenja dëshpërimi. Besoj që njerëzit e kuptojnë, prandaj këtu është qesharak, prandaj nuk ka besueshmëri. E qartë. Se çfarë thot një gjë, ero në qeshor, fillim qeshorit, fund qeshorit kriminal. Armik, kriminali i keni të gjitha. Tani shqyr se duhet të gjitha në Shqipëri. Kam dy çështje të fundit se e di që edhe ju keni aktivitete të tjera që pasojnë. Nëse ju jepet një mundësi të rrëzoni Edi Ramën ose të rrëzoni Berishën, kë do zgjidhnit? Po Edi Ramën pa diskutim. Unë mendoj që Sali Berisha duhet larguar për të rrëzuar Edi Ramën. Nëse Sali Berisha e rrëzon Edi Ramën, unë do ta mbështesja nga mëngjesi ndark, siç e kam bërë. E kam bërë pa pas asnjë lloj kufizimi, qoftë në kosto, qoftë në energji, qoftë në gjithçka. Pra Shqipëria dhe shqiptarët duan që të largohet Edi Rama, sepse ka kap gjithë institucionet dhe nënshtrojnë vullnetin e tij. Sali Berisha është, po themi, kambalec apo sigurese Edi Ramës për qëndruar në pushtet, unë prandaj them që duhet largohet. Është vërtet ajo që i tha Elisa Spiropali që ju jeni denoncuesi dhe garantuesi më i madh i Edi Ramës? Po që është garantues, kjo është e dukshme. Pra që po garanton pushtetin e Edi Ramës është evident edhe nuk ka njeri besoj në Shqipëri që nuk e di. Ata që mbështesin flasin për biseda personale, të njëjtën gjë që ne e themi, kemi guximin ta themi në publik, pra nuk është se ka është një lloj sekreti publik në gjithë Shqipërinë. Le ta lëm sekret publik. Edi Rama gjatë kësaj kohe ndërkohë po sheh cilin do personazh që Berisha dhe të tij të shpallin armik ta afrojnë në qeverisje. A kanë tentuar të jenë në kontakt me ju? Jo Rama vetë, se unë e di që ju nuk e lejoni Ramën të afrohet. Pari unë jam kundërshtar me të gjithë forcën time ndaj regjimit, pra nuk ka se si të video, do ishte fyer nëse guxonin që të vinin. Pra kjo nuk ka asnjë diskutim, as i pyet, as nuk i shkon në mendje askujt që të bëj këtë. Ndërkohë që për persona që kanë pasur funksione në Partinë Demokratike, ju i ka qenë promovuar nga Berisha, e patërën e fundit për të kuptuar thelbin. Po. Pra në vend që të merret me politik, Sali Berisha është kthyer zëdhënësi i Edi Ramës. 2 ditë më parë tha që do heqi Peleshin. Pra Rama tani e ka dhënë Berishës këtë, ti thot. Tha do heqi Peleshin këtu, do bëj ballon këtu, pra dhe ndryshimet qeverinë për ton ti thot Rama, ja ti thot përpara doktore. Po ç'ka politike është kjo? Do iki, ky do vijë, ç'pun ke veten, ne duhem të heqim Edi Ramën. Aty brenda kushdo që të lviz, janë të gjithë njësoj. Dhe nga ana tjetër ka një gjë për të thënë qartësisht, për te po themi batutës që nëse nuk ka meritokraci dhe i shkatron
po themi, karrierat politike në mënyrë të pa drejt brenda partisë, secili pastaj kthehet në një natë personal dhe ka hyrë në këtë ciklin që ka hyrë. Pra nëse merr njerëz pa të drejtë i emëron diku, ai nuk e ndjen peshën e pozicionit dhe të largohet, por edhe nëse dikush që meriton një funksion caktuar, ti e largon me pa drejt dhe ai mendon që pa drejtsinë e vet duhet ta kthej këtu pastaj marrin kosto demokratët dhe unë nuk jam për këtë, por janë të gjitha largimet janë kosto personale e Sali Berishës dhe njerëzve rreth rrotull që duan partinë ta mbajnë për interesa personale. Zoti Saliani, ekziston një parim ekonomik që duhet bëhet shumë keq që të fillojë të bëhet mirë. Dhe faktin që politika ndodhet në pikat e saj më të ulta nuk e pranoj unë, e pranojnë ata që e njohin politikën në themele, ata që prej vitesh janë politikan klasi. Ju jeni një ndër figurat më të spikatura të momentit dhe do apo nuk do një forcë politike, me siguri ju peshën e keni në elektorat, e keni në mbështetje, e keni në prova konkrete, sikur se ndodhi me rastin e Kavajës, sepse po i afrohemi 2027-s dhe me Kavajën ju prap treguat që e keni atë mbështetje për sa kohë që është e vetmja bashki ku nuk u desh të bëheshin as zgjedhje brenda Partisë Demokratike se çdo gjë ishte në rregull ashtu sikur se ju e kishit lënë me atë formacion fitues. Gjithçka është gati. Në zgjedhjet e 2027-s Saliani ku do jetë? Shko, do jemi prap deri në zgjedhje, por unë di të them që do jem prap në aktivitet në periudhë, siç kam qenë takime, jo shumë nuk kam pasur shumë, po themi, ekspozim publik për t'i lënë vëmendjen protestës në këtë rast. Jo, e kam lënë për ta pasur vëmendjen edhe për të qenë fokusi tek protesta dhe shumë mbështetës të mit kanë qenë edhe janë aty. Por pa diskutim që do jem në aktivitet nga shtatori e mbrapa, siç edhe tani duke komunikuar me publikun edhe me demokratët, që politika është në gjendjen më të keqe, është jo vetëm kaq, por nuk ka politik në Shqipëri për momentin. Pra, ka rënë sistemi dhe nuk ka as zgjedhje, nuk ka as institucione, ka vetëm jemi në mjete parapolitike, pra kush është më i fortë i vendos. Nuk ka më epërsi të argumentit, por ka epërsi të forcës, nuk ka më debat publik edhe përballje me argumentat edhe me bilancin që ke me premtimet, po ka thuaj një gjë sot, thuaj një gjë nesër, por siç më tha dikush, Shqipëria është në gjendje fatkeqësisht që thonë që shpresa vdes e fundit janë njerëzit në këtë, po dikush kishte shkuar akoma më keq, thash shpresa vdes e fundit apo prap vdes, ky terzi që nga i pavdekshëm, po duket sikur është një lloj depresioni shoqëria që shpresoj që ta kalojë dhe unë besoj që të bëhet më mirë duke luftuar gjithë më shumë. Unë uroj që të bëhet më mirë. Faleminderit që ishit sonte këtu. Është një kënaqësi shumë e madhe t'ju kem edhe suksesin shtator, ne do shihemi patjetër prap. Mos u largoni, pas pak do të flasim për çfarë po ndodh konkretisht me monedhën më të re botërore BEK apo ato që quhet shteti Bektashi. Na ndiqni. Shumë pyetje për shtetin më të vogël në botë. 2 vjet më parë, ideja e krijimit në Tiranë të një shteti sovran të urdhrit Bektashi duke si një projekt i pazakont. Sot projekti rikthehet në skenë me pasaporta, përfaqësues diplomatik dhe madje edhe një monedhë të mundshme, të quajtur BEK. Por nga ideja tek shteti i vërtet ka një rrugë të gjatë, sepse sa po flasim për një shtet sovran, lindin 10 pyetje të tipit ku do të jetë kufiri, kush do të jetë shtetas, kush do ta mbledh nga ana monetare taksën, kush do të gjykojë, kush do të kontrollojë kufirin, po monedhën kush do ta emetoj, a do të ketë polici, diplomaci, pasaporta, targa dhe madje edhe një domen interneti. Dhe mbi të gjitha, si mund të krijohet një shtet tjetër sovran brenda territorit të një Shqipërie që kushtetuta e përcakton si shtet unitar dhe të pandashëm. Diskutojmë të gjitha këto çështje me Arjan Zhulin, historian dhe besimtar Bektashi që më bashkohet online. Faleminderit Arjan që gjetët kohë të jeni me PIK. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë, pyetja e parë nis nga ju. Çfarë do të thotë për ju si besimtar Bektashi një shtet i ri posaçërisht për këtë grup besimtarësh? Si besimtar
deviza e bektashizmit është pa dhe nuk ka the. Një hadith profetik, të cilët jemi përmbajtur gjatë gjithë këtyre kohëve dhe nuk na është dashur një shtet për t'ju përmbajtur kësaj devize. Për sa i përket se si ndjem unë si besimtar bektashi, normalisht nuk është se ndjem mirë, sepse bektashin që nga fillimi kanë luftuar për ndërtimin e shtetit shqiptar dhe jo për ndërtimin e një shteti bektashi. Kontributin bektashianët shqiptare kanë dhënë për ndërtimin e shtetit shqiptar dhe jo për ndërtimin e një shteti bektashi. Urdhri mistik bektashi, sepse ne i përkasim besimit islam, nuk jemi fe më vete, sepse dëgjoj shpesh që ngatërohen dhe thon feja bektashiane. Jo, ne nuk jemi fe më vete, ne i përkasim besimit islam, jemi urdhër brenda besimit islam, feja jonë është islami, profeti ynë është profeti Muhammed a.s. Libri ynë i shenjtë është Kurani, jemi ndjekës të familjes profetike, nga Imam Aliu dhe Imam Hasani, Imam Hyseni dhe 12 imamët tek të cilët ne besojmë, por jemi pjesë e besimit islam dhe dua ta sqaroj këtë pjesë sepse shpesh herë konsiderojmë në Shqipëri si fe më vete. Jo, ne i përkasim besimit islam dhe jemi tarikat brenda besimit islam. E qartë, dhe si faleminderit që ndoshta i vu disa pika mbi këtë çështje, se ndoshta shumë kush e ngatëronte sepse ka keq mësuar që prej zanafillës së saj bektashizmi çfarë është në të vërtetë. Pikërisht, sepse duke qenë historian edhe në librat e historisë konsiderohet si fem vete, dhe unë nxënësve dhe apo studentëve të mi gjithmonë mua kam shpjeguar të pjesë që bektashizmi nuk është fem vete, dy besime janë, dy fe janë, të krishterë dhe islam. Dhe pastaj ndahen dhe kanë në ndarjet e tyre. Të krishterët janë katolik, ortodoks, protestant, ndërsa muslimanët ndahen në dy degë kryesore, shiit dhe sunit, dhe kanë në ndarje të tjera. Pra, në thelb, tarikati bektashi i përket besimit islam. Nuk është fem vete. E qartë. Por, tani gjithë kjo zhurmnaj duket se po e tërheq bektashizmin në një udhë pa krye. Aq më tepër, ku që prej 2 vitesh, kur u fol për herë të parë nga ana e kryeministrit Rama për një shtet bektashi, nuk ka ende një reagim zyrtar ku të gjithë ju që respektoni datat e këtij grupimi, besoni sipas dogmave, haditheve të Kuranit, sikur se i quani, të jeni të qartë mbi fatin tuaj dhe mbi organizimin tuaj në të ardhmen, sepse kam bindjen një shtet nuk do ju linte më në të tilla kushte ku ndodheni sot, por ndoshta do duhet të krijonit edhe ambasada për të pasur lidhje me muslimanët e Shqipërisë. Prandaj, kjo për ju, a keni pasur rastin ju Arjam personalisht ndoshta, apo ndonjë miku juaj të kërkoj një shpjegim, një përgjigje nga një përfaqësues i kryegjyshatës në lidhje me këtë çështje? Shpjegime kemi marrë vetëm për aq sa janë bërë publike në media. Reagime ka pasur nga klerik bektashi që në vitin 2024 që nuk kanë qenë pro kësaj ideje, pra krijimit të një shteti bektashi. Urdhri mistik bektashi është një urdhër i ndërtuar për të krijuar ura midis besimtarëve dhe jo për të vendosur kufi. E qartë. Dhe historikisht, sipas organizimit të tarikatit bektashi, për vendime kaq të rëndësishme, siç është edhe ky vendim për ndërtimin e një shteti bektashi, tarikati bektashi duhet të thërresë një kongres. Që deri tani në dijenin tuaj e ka thirrur? Jo, në dijenin time nuk ka thirrje kongresi.
Po bëj një historik të shkurtër se si janë marrë vendimet në tarikatin Bektashi, historikisht. Dhe kongresi I parë Bektashi është kongresi TQ së Prishtës së Skraparit në 14 deri në 17 janar të vitit 1921, ku është vendosur statusi Bektashi. Dhe mënyrat e rregullimit se si do të funksionojë tarikati Bektashi në Shqipëri. Që nga organizimi klerikal, organizimi menaxherial I TQ-ve të tarikatit Bektashi, administratës e më radhë. Pas këtij kongresi të mbledhur me klerikët Bektashi të vitit 1921, ky statut ka pësuar zgjerime apo përmirësime me kongrese të tjera, siç është kongresi I Turanit I vitit 1929, dhe më pas me ardhjen e Salinjas Idedejt nga Turqia për shkak të situatës politike në Turqi dhe mbylljes së tarikatit Bektashi aty dhe vendosjes së kryegjyshatës së përkohshme në TQ-n e Turanit të Korçës dhe më pas në Tiranë për shkak se mbreti Zogi asaj kohe kishte nevojë që të vendoste institucione kryesore në kryeqendër pra në Tiranë. Pas këtij kongresi, ku u bën riorganizime të tjera, ka ndodhur edhe kongrese të tjera, deri në kongresin e fundit, të thirrur nga kryegjyshi botëror I asaj kohe, Haxhi Dede Reshat Bardhi, I cili ka vendosur zgjerimin e këtij statuti, por jo rëzimin e këtij statuti. Pra, tarikati Bektashi funksionon mbi bazën e këtij statuti. E kuptoj. Dhe që të merren vendime të kësaj natyre, duhet të mblidhet kongresi klerikal, ku bëjmë pjesë klerikët Bektashi, baballarët Bektashi, dhe me ndryshimet e fundit të ndodhura në statutin në vitin 2009 për shkak të ndryshimit të ligjit dhe marrëveshjes së re të kryer në atë kohë me qeverinë shqiptare, nga kryegjyshata bektashiane njihet si kryegjyshata botërore bektashiane. Pra, për sa I përket aspektit juridik, kryegjyshata nga shteti shqiptar njihet si kryegjyshata botërore dhe jo si kryegjyshata bektashiane e shqiptarëve. E qartë. Pra funksionon si një kryegjyshat që përfaqëson të gjithë bektashianët kudo janë. E vërtet. Jo vetëm shqiptarët. Sepse besimtarët të tarikatit Bektashi nuk janë vetëm në Shqipëri. Besimtarët të tarikatit Bektashi ka në Bullgari, ka në Turqi, në pjesën e lindjes mesme, dhe unë e di ku qëndron problemi I organizimit dhe tarikatit Bektashi të Shqipërisë. Për shkak të njohjes dhe të pronave që t'i njihen pronat pra TQ-t, të njihen dhe të vjen nën administrimin e kryegjyshatës botërore bektashiane, I është bërë një kërkesë e her pashershme qeverisë shqiptare që të njihet, dhe kjo u arrit në vitin 2009 duke u njohur nga shteti shqiptar si kryegjyshata botërore e bektashinëve. E qartë. Dhe gjykoi që është e panevojshme krijimi I një shteti Bektashi për të marrë në administrim të prona. E qartë. E qartë. Por sepse kjo do të sillte përçarje të tjera pastaj brenda vetë shqiptarëve dhe jo më të arrihet synimi që të vjen nën administrim pronat e bektashinëve jashtë territorit shqiptar. E qartë, por Arjan, ju kujtoj sa për ngjarje historike në momentin e parë kur nga mediat kërkohej informacion mbi këtë deklaratë të kryeministrit, madje është bërë edhe një intervistë me kryegjyshin botëror në atë moment, ka ardhur një përgjigje nga një email zyrtar që kishte si domain shtetibektashi.org. Pra të gjithë mediave u ka ardhur një përgjigje zyrtare nga ky domain, I cili flitej se ishte zyrtar. Dhe që prej asaj kohe, kryegjyshi botëror nuk ka pasur asnjë reagim. Pse?
Nuk e di situatën brenda kryegjyshatës, por vendimet I konsideroj si të njanshme. Nga ana e kujt? Që të administratorit klerikal dhe kryegjyshit të Bektashimve, sepse për vendimet të kësaj natyre duhet të thirret kongresi klerikal. A ka në dorë kryegjyshit të vendos në formë të njëanshme në lidhje me diçka të tillë, apo I nështrohet pa dyshim mbledhjes së kongresit? Në dijenin time, në bazë të statutit dhe organizimit Bektashi, duhet me patjetër të thërrejë këshillin klerikal dhe nuk mund të marr vendime I vetëm. E qartë. Në këndvështrimin ton si media, mos reagimi, mos hedhja poshtë e këtij lajmi, mos përgënjeshtrimi, nuk kupton pranimin e tij. Ju si besimtar, si e shihni? Pak para kësaj interviste 1 ose 2 ditë më parë kam bërë një analizë për këtë pjesë dhe gjithmonë I kam qëndruar parimit që duhet të thirret kongresi klerikal. Në momentin pa pasur, domethënë, një reagim nga kryegjyshata apo nga vetë kryegjyshi Haxhi Baba Edmond Brahimaj, unë nuk mund ta marr si të mirëqen. Heshtja jo detyrimisht është e mirëqen. Në qoftë se ju kujtohet, kur u hodh ideja për herë të parë në vitin 2024, kur kryeministri Rama ishte në New York në OKB, në fillim pati lajme që nuk ishin dakord dhe ishte pa konsultuar me kryegjyshatën. Dhe më pastaj nuk e di se çfarë ndodhi, kryegjyshi doli dhe tha që ne kemi bërë kërkesë për të pasur status juridik. E vërtet. Jo shtet Bektashis. Status dhe pas juridik. Kësaj deklarate ka pasur disa takime me krerë institucional të lartë izraelit. Madje gjatë vizitave në Tiranë, dorështrëngimet ishin të pranishme. A mendoni ju që kemi të bëjmë me atë që përflitet gjerësisht në median online? Unë nuk dua ta besoj atë që përflitet pa parë faktet. Është e vërtet. Pa parë një reagim nga kryegjyshata, unë nuk mund të besoj përflitjeve. Ndërhyrje mund të ketë. Jam koshient që ndërhyrje mund të ketë. Por, ne kemi një organizim si tarikat që nuk I lëm vendimet e rëndësishme në duart e një personi. Vërtet. Dhe në këto kushte, prandaj thash, unë nuk mundet që të merrem me pjesën e takimeve. Kryegjyshi ka në detyrën e tij funksionale të takoj krerë shtetesh, ambasador, e merall. E ka në detyrën e tij funksionale këtë pjesë. E vërtet, por për takimin dhe pritjen. Ajo që mund të dyshoj shumë kush, nisur nga çfarë shkruhet ditët e fundit në median franceze, është se kryegjyshi ka kërkuar ndihmë ambasadorëve, liderëve të huaj, që ky fakt të bëhet një realitet. Ndoshta kjo plotëson edhe njohjen juridike, sikurse e kërkoni, për të qenë një tarikat më I pranueshëm barbotror. Apo ka rrezik këtu në këndvështrimin tuaj? Në këndvështrimin tim që të njihemi botërisht, nuk kemi nevojë për shtet Bektashi. Pra ne jemi kryegjyshata botërore bektashiane. Praktikisht në vitin 2009, me Haxhi Dede Reshat Bardhin, ndryshimet janë bërë dhe nuk njihet më si kryegjyshata e bektashinjve, por njihet si kryegjyshata botërore bektashiane. Dhe ne nuk kemi nevojë për kufi që të njihemi botërisht. Dakord.
Në këtë ditë mbahet edhe pelegrinazhi. Të lutem. Po. Për sa i përket artikullit të Intelligence Online, të ndihmës që pas ka kërkuar kryegjyshi, prandaj them që duhet të qëndrojmë gjithmonë, të kemi durim dhe të presim reagimin edhe të palës tjetër. Sepse në momentin që nuk ka një reagim nga pala tjetër, unë e vë në dyshim artikullin e Intelligence Online. Jo, është e çuditshme që një reagim nuk ka ardhur në kohë rekord, sepse kjo nuk është diçka e vogël. Pra flitet që çdo gjë është gati me krijimin e pasaportave, një kartë monedhe gjithashtu të quajtur BEK, disa rregullave të një shteti juridik i cili do filloj të kërkoj njohjen e tij mbarkombëtare, dhe kjo nuk do kërkonte thjesht një qetësim të gjakrave përpara stuhisë, por një përgjigje konkrete në lidhje me informacionet që qarkullojnë deri tani. Pikë së pari, për ju që jeni pjesë e atij, po. Pikërisht një përgjigje, për aq kohë sa nuk ka një përgjigje edhe nga kryegjyshata që të marrim një vendim të drejtë, pra që të flasim qartë dhe pastër, duhet i kemi të dy anët e monedhës. Kemi vetëm një informacion nga Intelligence Online. E vërtet është. Për aq kohë sa nuk ka reaguar kryegjyshata, atëherë unë do t'i marr me rezerva dhe informacionet e Intelligence Online. Sipas jush, pse duhej ky lajm të qarkullonte tani? E lidhni me ndonjë ngjarje? Jemi në kohën e pelegrinazhit në Tomor, një ngjarje e shënuar për besimtarët. Për ne besimtarët është ngjarje e shënuar pelegrinazhi në malin e Tomorit në mezarin Kenotaf të Abaz Aliut. Por më tepër se sa të lidhur me këtë ngjarje të tarikatit Bektashi, unë e shoh të lidhur dhe të sponsorizuar më tepër me ngjarjet politike në vend. Me protesta. Që ne sot të merremi me shtetin Bektashi dhe të harojmë që në Shqipëri po bën gati 3 muaj që shqiptarët janë shesh. Jo gjithë populli, por shqiptarët, ata që janë shesh. Dhe nuk është një ngjarje e vogël, që ka marrë goxha vëmendje edhe ndërkombëtare. Për ta zhvendosur këtë vëmendje, kam përshtypjen të sponsorizuara nga klasa politike për ta zhvendosur këtë vëmendje dhe për t'u marrë me ne, kanë vendosur të hedhin këtë artikull që të zhvendoset vëmendja, qoftë nga protesta apo ndoshta edhe nga ndonjë lëvizje papritur e strukturave të drejtësisë kundrejt personave që kanë në hetim. Ka shumë të gjartë të ndodhë dhe kjo përsa kohë që të gjitha faktet përputhen e përsa kohë që kryegjyshata po e merr këtë gjë me atë qetësi që nuk i jep jahonën e dur, se ndoshta mund të krijonte një tjetër vorbull që nuk i interesonte. Dhe deri këtu çdo gjë është e pranuar. Pikërisht për këtë arsye, domethënë për shkak të situatës politike, unë i marr me rezerva edhe artikujt ndërkombëtar të hedhura në këtë moment. E qartë. Dhe ne e pranojmë kështu siç është. Prandaj Arjan Zhuli dua t'ju falenderoj sonte, sepse një këndvështrim i tillë na e bën më të lehtë dhe mirë kuptimin e ngjarjeve që ndodhin qoftë brenda Shqipërisë ashtu edhe rreth e qark nesh. Urimet më të mira për pelegrinazhin, për festën. Gjithë tarikati Bektashi duhet të ketë vëmendjen e tij tek lutja gjatë këtyre ditëve dhe uroj që Zoti t'u pranojë ashtu sikurse gjithë besimtarëve të tjerë. Faleminderit edhe një herë që ishit sonte. Shumë faleminderit edhe ju për ftesën edhe për urimet, duke qenë se jemi në këto ditë, më lejoni që edhe unë të bëj një urim për të gjithë besimtarët musliman Bektashi në këto ditë pelegrinazhi që ngjiten malit të Tomorit, i madhi Zot t'u pranoj lutjet dhe të kenë bereqet, të kenë paqe dhe dashuri midis njëri tjetrit dhe midis të gjithë shqiptarëve. Faleminderit edhe një herë që ishit sonte. Faleminderit. Faleminderit juve që na ndoqët. Besoj me këto dy ngjarje
sikurse është roli i Ervin Salianit sot në Partinë Demokratike e nesër prej shtatorit, por edhe mbi informacionet që na vijnë nga një besimtar, nga dikush që ka kontakte brenda kryegjyshatës, për atë që u shkrua në një media në Francë për shtetin e ri Bektashi, më të riu në botë, gjithçka është e zbardhur dhe misioni i PIK për këtë javë është i përmbushur. Takimi i radhës është të hënën. Kryeministri ka ritritin, ne kemi ngjarjen. Na ndiqni, natën e mirë.